mëngjesi i ftohtë, kthjellimi në veri perëndim të vendit, pjesa tjetër e territorit do të ketë vranësira gradualisht gjatë ditës së sotme. Në pjesën e dytë të ditës vranësira do të jenë të dukshme në të gjithë Shqipërinë, ndërsa vetëm nesër presim prezencë të rreshive. Nesër pas mesditës, kryesisht të rreshi fillimisht në zonat perëndimore dhe në jug dhe më pas gradualisht në të gjithë territorin shqiptar, dëbora shfaqet në zonat malore dhe pse në sasi të pakta, si kundër do të jenë dhe rreshtit e shiut. Termometri dhe ditën e nesër shënon një tjetër rënje në orët e mesditës me rreth 2 gradë, maksimumi zbret në 16 gradë Celsius dhe në fakt ruhet të njëjta tablo sinoptike me vranësira të shpeshta, fuqizim të vranësirave, rrjedhimisht dhe prezencë të rreshjeve, të shiut dhe të dëborës, edhe ditën e mërkurë dhe të enjte, ndërsa e premtja dhe në vijim kthjellon sërish kushtet e motit, ndërsa vlerat termike sot kanë shënuar rreth -2 deri në 18 gradë Celsius, pritet maksimumi sot në mesditë, -2 vlera më e ulët në rang territori sot në mëngjes. Nesër presim pak a shumë të njëjtën vlerë termike minimale rreth -2 në zonat e thella malore, ndërsa zbret maksimumi me 2 gradë të tjera në 16. Kemi temperaturat të cilat në orët e mesditës sa vinë dhe ulen nga e mërkura dhe deri në fundjavë, ndërkohë në orët e mëngjesit me ndryshime më të lehta, fundjava sjell një -2, -3 në zonat e thella malore, çfarë nënkupton një fundjavë të premte dhe në vijim kemi mot akoma më të ftohtë në orët e mëngjesit, por kryesisht në orët e mesditës. Pra krahasuar me temperaturat maksimale të ditës sot, ku ne presim të paktën 18 gradë Celsius, e premtja dhe në vijim do të jetë 4 apo 5 gradë më pak në orët e mesditës. Na pret një javë me kushte të motit të dimrit, rreshje shiu dhe dëbore dhe mot të ftohtë si në orët e mëngjesit në vlerat -2, -3, ashtu edhe në orët e mesditës ku maksimumet zbresin ndjeshëm në 14 gradë Celsius, të paktën deri të shtunën. Përtej së shtunës, moti do të vijojë të jetë në kushtet e dimrit. Temperatura mjaft të ulëta priten pa mbaruar ende ky vit. Ky është informacioni për dita jonë, bashkëdëshemi sot në mbrëmje.